Mirë, ne vazhdojmë me Ekspuls, zhvendosim tani tashmë në hapësirën e intervistës me një të ftuar që rrallë herë na ndodh sa kemi në këtë studio. Duke qenë se jemi në prag të nisjes së muajit të shenjtë të Ramazanit, sonte kam kënaqësinë të ftoj të ftuar në Ekspuls zonja dhe zotrinj Ahmed Kalaja. Mirë se vjen në program, është kënaqësi për ne që të kemi sonte këtu. Nuk e di të drejtohem me zotëri, hoxh. Si të ndjeni ju më s'ka problem. Unë kam qenë të thras hoxh sonte, kështu që është kënaqësi që të kemi në Ekspuls si jeni një herë. Faleminderit shumë për ftesën. Është e goditër se jemi para Ramazanit, është kënaqësia është e gjitha jona, pra jemi në prag të nisjes të një muaji të shenjtë për kalendarin islam, por pse mendon që realisht, ose më saktë, pse mendon që njerëzit sot agjerojnë, sepse ka dhe, domethënë, është bërë pak si mod. Domethënë, hajde agjerojmë të humbim ca kile, apo ndoshta edhe për trend lik në thonjza. Faktikisht është gjë e mirë që nganjëherë, si më thën, adhurimet ose normat fetare kthehen në trendi ose kthehen në mod, madje mund të bëhen edhe për arsye kështu shëndetësore. Po faktikisht qëllimi kryesor i agjërimit është që njeriu të përsoset në shpirtin e tij dhe të kuptojë se nuk është bota materiale gjithçka, lëndorja gjithçka. Ka gjëra shumë më të rëndësishme në jetë se sa thjesht, si më thënë, dhënia shumë mbas jetës apo mbas komoditetit. Kështu që njeriu detyrohet, le të themi, për një muaj të provoj ç'është etja, ç'është uria, çdo tot vuash, çdo tot djersitesh, çdo tot lodhesh, dhe aty kupton pastaj dhimbjen e të varfërve dhe njerëzit që janë nevojë. Për këtë arsye po ta shohësh, Ramazani ka brenda iftaret, ka brenda syfyret, ka brenda zekatin që jepet të varfërve, ka brenda sadekan e fitrit që është një si më thon, një ndihmë simbolike që jepet për të varfrit. Domethënë Ramazani nuk merr kuptim thjesht pse njeriu nuk han dhe nuk pin, po duhet të jetë njeri i përsosur mbi të gjitha. Për këtë arsye në një rast profeti tha, ai njeri që nuk lën gënjeshtën dhe mashtrimin, nuk ka nevojë Zoti që ai të ri pa ngrënë dhe pa pirë. Pra, si më thon, qëllimi kryesor i agjërimit është përsosja e njeriu dhe jo thjesht të ri pa ngrënë dhe pa pirë. Ose thanë në një rast tjetër, sa njerëz agjërojnë, po nuk marrin nga agjërimi vetëm se etjen edhe urinë. Pra nuk është ky synimi kryesor i agjërimit, sepse njeriu edhe mund të mos agjërojë nëse është i smur, nëse ka probleme me shëndetin. Pra nuk është ai synimi kryesor sa është synimi përsosja e shpirtit nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet Ramazanit. Një pyetje që ndoshta edhe njerëzit e bëjnë shpesh në përditshmëri, sa paguhet realisht një hoxh në Shqipëri? Po varet nga qyteti, varet nga zona, varet nga, si më thënë, shërbimi që kryen. Po, domethënë mesatarja, le të themi, e pagesës si një hoxhe, një imami është tek 200.000 lekësh, si rroga të vjetra, po gjithmonë me të vjetra flitet. 300.000 lekësh, po ka edhe pastaj më pak deri ka edhe 100.000 lekë. Po ja vlen për kaq pak? Po, zakonisht imamët nuk e shohin si profesion, e shohin si mision. Pra, domethënë të përçojmë mesazhin e Zotit tek njerëzit më shumë se çfarë do të përfitojmë. Për këtë arsye po ti shohësh në përgjithësi kanë dhe punë të tjera të angazhuara, biznese private, gjëra që mos të jenë thjesht të mvarur nga ajo rrogë, sepse është e pamundur të jetohet me 100.000 apo me 200.000 apo me 300.000 lekë. Në Shqipëri të paktën. Me që ky emision digjet shumë edhe nga të rinj, të audiencë më të madhe të pak kemi parë që ka në YouTube të frikshme, shumë klikime. Pse një njeri duhet të ndjek rrugën e Zotit? Përpos anës shpirtërore, për çfarë tjetër? Shif si është puna. Njeriu një jetë përballet me pyetje dhe me enigma që nuk mund t'ia gjejë përgjigjen vetëm se në fe dhe në besim. Siç është, le të themi, nga erdha dhe si erdha në këtë botë. Çfarë do të ndodhi me mua mbasi do të largohem nga kjo botë? A është kjo botë s'ka gjë? A është kjo botë gjithçka që njeriu duhet të jetojë dhe ta shfrytëzojë në maksimum, apo ka diçka tjetër, një mesazh tjetër për te kësaj bote? Si erdhi jeta në tokë? Si filloi jeta? Nga filloi aja e gjës? Pra është diçka që mbikëqyr këtë botë, apo është gjëra që zhvillohen kështu si rutinë apo zhvillohen në formë mekanike? Ne, domethënë, ky emision nuk mund të realizohet nëse nuk do të ketë regjisor, kameraman, nuk do të ketë një moderator si puna jote kaq të mirë, nuk mund të ketë përgatitje, nuk mund të realizohet. Atëherë si mund të jetë bota, universi, yjet dhe planetet që të organizohen kaq mirë dhe në formë kaq perfekte pa e pas një mbikëqyrës i cili kontrollon gjithçka. Për këtë arsye kur kanë thënë për kufizimin e universit, kanë thënë ligje perfekte të baraspeshuara mirë. Ligjet ka nevojë për një ligjvënës, nuk mund të bëhen vetvetiu ligjet. Ka një Zot. Pra ka një Zot, mund të jetë. Unë me sa kam dëgjuar, pavarësisht teorive të ndryshme, feve të ndryshme apo teorive
konspirative të ndryshme, të gjithë besojnë që ka diçka lart, por ka dhe teori të fundit të reja që për shembull mund të jetë alien, mund të jenë qenie nuk e di të çuditshme. Si e shihni ju këtë? Sado që në momentin që i quajtëm qenie, në momentin që janë krijesa, në momentin që janë të kufizuar, mbeten kufizuar. Universit akoma nuk është arritur të bëhet një foto e vërtet se sa është universi. Dhe nuk mund të ketë diçka që mund të kontrollojë universin përveç një Zoti i cili ka krijuar për herë të parë. Okej. Kështu që është e nevojshme, është dëshirë, është diçka që nuk plotësohet tek njeriu, derisa të shkojë tek Zoti. Çfarëdo që të arrijë njeriu në jetë, famë, çfarëdo që të arrijë njeriu prej pasurisë, prej pushtetit, gjithçka mbetet diçka tek ai që nuk plotësohet vetëm se kur ai fillon të komunikon me Zotin. Po Zoti do njerëzit ateist? Zoti përderisa ke krijuar të gjithë njerëzit i do. Pastaj se kë shpërblen dhe kë ndeshkon është punë e tij. Po përderisa ai e lën të jetojë, është gjë tjetër. Tregohet se njëri nga profetët, Mojsiu, Musa alayhis salam, i tha Zotit, o Zot, ma mundëso që mos më shaj njerëzit po më ofendojnë. Tha Zoti, o Musa, këtë gjë tha nuk e ka mundësuar vetes time, po më shajnë mua, jo më ty. Kështu që s'ka. E bukur, po dal pak nga gazetarët tani dhe po shkoj pak tek ato njerëz në përditshmëri që kanë dhe halle, kanë fatkeqësi në jetë dhe thonë që pse duhet më jepte Zoti këto. Domethënë shpesh e kemi dëgjuar që Zoti sprovon, po ka njerëz që ka sprovuar edhe shumë. A mund të lëri Zoti dikë për shkakun pa ujë, pa bukë gjithë jetën? Si është puna. Janë disa gjëra që quhen sekretet e Zotit. Këta njerëz me të vërtetë janë sprovuar, po puna është ne të pasprovuarit apo marrim mësim apo jo. Ka njerëz që vuajnë për bukën e gojës, ka njerëz që vuajnë për ujë, ka njerëz që kanë smundje dhe kanë probleme. Këta janë të sprovuarit. Dhe normalisht Zoti ata do të trajtojë me një formë dhe një mënyrë krejt tjetër. Ata që janë më të vërtetë të sprovuarit janë pjesa tjetër e shoqërisë. Ata që i lejnë këta në këtë lloj gjendje dhe në këtë lloj situate. Ne do të japim llogari për ata. Më vjen ndërmend një shprehje këtyre kohërave virtuale që thotë kush nuk ka mëkatuar, përpiqet të kujtojë më mirë, por sa kaq dim edhe profetë që kanë gabuar dhe kanë pranuar gabimin e tyre. Po ju hoç, keni ndonjë mëkat? Shif, nuk ka njeri pa mëkate. Kush thotë jam pa mëkate, ja fut kot. Sepse njëri mund gaboj me shikimin e tij, mund gaboj me mendimin e tij, mund të ketë paragjykime për të. Është e pamundur që njëri të shpëtojë nga mëkatet. Normalisht profetët nuk kanë rënë në mëkate të mëdha, pra nuk kanë bërë gabime të mëdha, por që kanë bërë gabime të vogla kanë bërë. Pse? Sepse Zoti deshet na tregojë se i pagabueshëm është vetëm ai. Të tjerët janë gjithë gabueshëm. Kështu që edhe hoxha bën gabime, bën mëkate. Po nuk tregohen veçanë, më mirë mos i tregu. Mendoni që ti di vetëm Zoti. Mendoni që sidomos në këtë emision që pastaj bëhet live. Mendoni që në Shqipëri ka islamofobi, domethënë. Po të jesh ka dhe njerëz gjithmonë kjo marr parasysh nga përditshmëria, njerëz që shpesh flasin dhe mendoj që kjo përditshmëria duhet thënë në ekran dhe duhet sqaruar dhe duhet marri një shpjegim profesional. Po të jesh musliman je pak si demode. Mendoni që realisht në këtë vend ka islamofobi? Ka qenë faktikisht, ka nuk e për ndihmore, gjëra të tilla si këto. Ka qenë, me të drejtën ka qenë deri diku, domethënë para një farë kohe, po këto kohët e fundit me çfarë shohun, domethënë nuk është se vihet re një gjë e tillë, domethënë. Se për shembull, nëse deri para 10 vitesh paragjykoheshin prej mjekrës, mjekra doli mod. Iku ky problem. Nëse paragjykoheshin për pantallonat e shkurtra, pantallonat e shkurtra dolën mod. Nëse paragjykoheshin femrat për shembull për mbulesën, tani doli maska, janë mbuluar gjithë smerët me çfarë bëhet. Kështu që unë nuk e shoh domethënë, nuk e shoh si diçka që vihet e re domethënë. Ka momente të caktuara, po nuk është diçka që është kulturë, domethënë se disiplinë. Është shumë, ndoshta më shumë mund të ketë në Evropë në situata të caktuara se sa në Shqipëri. Ju shpesh komunikoni me ndjekësit tuaj në Facebook, në kanalin tuaj zyrtar në YouTube, po mbani mend në një pyetje shumë çuditshme, në një kërkesë shumë çuditshme që e mbani mend dhe e kujtoni me humor. Se besoj kërkesat ose pyetjet do të jenë pafundme. Ishte ajo koha pandemisë kur u mbyll gjithçka dhe ishte, domethënë, u mbyllëm gjithë dhe filluam këto komunikime të drejtë për drejta, domethënë me ndjekësit. Me ndjekësit, si më thënë. Faktikisht ka pas momente interesante, ka pas momente çuditshme, pyetje nga më të habishmet, madje disa i kanë shkëputur dhe i kanë bërë memo, domethënë. Po ju vetë mbani mend ndonjë që ju ka ngelur në mendje?
Të drejtën janë shumë për Zotin edhe nuk kam fiksuar, po nga më të çuditshme të habitesh, po të futesh aty të ndjekësh tua, po ndoshta kanë pas dhe 5 stresit, e ke parasysh. Ju do të votoni më 25 prill? Pse jo? Është kjo, le ta quajmë një detyrim besimi për të votuar dhe Përderisa jemi qytetar. Si mund ta shpjegojmë? Po shkoni si qytetar, jo si qytetar, s'ka gjë, po normalisht. Po mendoni që ka vend në Vetëm mos thuaj për këtë do të votosh, lutem. Jo, absolutisht vota është krejt personale dhe nuk e bëjmë askujt këtë pyetje. Po mund ta nxjerrim kështu me grepa. Njëherë. Po mirë, do ta bëjmë që ta nxjerrim me grepa. Ka politikan që Zoti nuk do i çonte në ofertën e parajs? Mendoni që ka realisht politikan që meritojnë parajsën? Mund të ketë. Mund të ketë? Se çfarë bën Zoti me njerëzit ku e dinë. Po mirë, sipas atyre që ne kemi lexuar dhe kemi dëgjuar. Shumica atyre do të jenë ferr apo në parajs? Po pra, shumica politikanëve shqiptar ku do të jenë? Shqiptar. Tani mos bëj pyetje sikur të jem unë Zoti. Jo, thjesht nga ajo që ne dim, kemi lexuar. Nga kjo që shohim se kanë mirë punën fare. Fare me aty lart, po Kryebashkiaku i Tiranës mendon që është për në ferr apo nuk prononcohem. Për Kryebashkiakun, a? As për Kryebashkiakun, as për një. Ajo që neve na kënaq faktikisht në këto zgjedhje dhe le të themi është fakti që në formacionet politike ka edhe besimtarë që falin namaz. Kjo është gjë e bukur, gjë e mirë. Mendon që mund ta bëjnë për show? Për të dukur më mirë tek populli? Ose për të marrë votë, mund të jetë. Sepse ndikon, njerëzit ndikon shumë nga feja. Absolutisht. Sepse unë di shumë shqiptar që adhurojnë fen e tyre, kupton? Po, absolutisht, mund të jetë. Po, e rëndësishme është gjë e mirë. Flasë pak për gjërat bukura, për familjen tuaj, për shembull, unë di, ure mos jemi gabuar që jeni baba i 6 djemve, apo jo, dhe 3 vajzave, ti keni me jetë. 6 me 3. Po, 9 fëmijë, si ja boni? Po, tani ata janë rritur dhe si thuhet rrisi njëri tjetrin, mbajnë njëri tjetrin. Mirë, shumë mirë. Kam gruan time Mozën, grua shëmbullore, shumë mirë, faleminderit. Dhe goca e madhe është rritur, po edhe gocat e tjera janë rritur, po edhe çuna tani janë bërë krah punë, kështu që mirë. Si ndihen ato që kanë një baba që një shqiptar? Ata të vegjlit na kanë bërë që të harrojmë shijen e të mëdhejve. Kështu që gjithmonë duhet me pas një të vogël nëpër këmbë. Dakor. Dëgjojmë shumë njerëz, uroj të pëlqejë edhe kjo si pyetje që për njerëz të kategorive të ndryshme, veçanërisht për njerëz që kanë orientim seksual të gjinisë së njëjtë që ndryshe quhen meshkuj, quhen gay ose vajza lesbike ose biseksual, i thonë shpesh që ke dalë nga rruga e Zotit. Ju ç'më mendim keni për këtë? Dhe si mund të rikthehet për shembull një gay në rrugën e Zotit? Dhe realisht a thot feja që këto njerëz dalin nga rruga e Zotit? Si është puna? Ajo pyetje që bëhet në fillim fare, a bën mëkate ti hoxh? Do të thonë njëri pa mëkate sot nuk ka. Edhe kjo gjë konsiderohet gjithmonë Pra feja homoseksualitetin e konsideron mëkat. Absolutisht, jo Islami. Të gjitha fetë konsiderojnë të tillë. Por një njeri i cili ka prirje të tilla nuk mund të konsiderohet i pa fe ose i dal nga feja. Pra një njeri i tillë mund t'i falet Zotit 5 herë në ditë, një njeri i tillë mund ta xhirojë Ramazanin. Çfarë e pengon njeriu që t'i lutet Zotit, t'i falet Zot apo ta xhirojë? Pra se çfarë ka ai, thash, dikush mund të ketë diçka, dikush mund të ketë diçka tjetër, dikush mund të ketë një problem shumë më të madh se sa ky problem. Pra nëse ta quajmë, do thonë, do ta peshojmë sipas peshorës. Shpesh bëhen debate për këtë, se thonë që feja nuk i pranon, por sa ka një ana tjetër thonë që këto njerëz janë të lindur. Dhe nëse feja nuk e pranon, pse natyra i bëri kështu? Shif se është puna, do të thonë, jo të gjitha rastet janë njësoj. Do të thonë kemi rastet që janë, le të themi, për shkak të rrethanave të jetës që i kanë çuar, do të thonë, në këtë lloj prirje, dhe kemi raste të tjera të cilat me të vërtetë mund të jenë, do të thonë, qysh nga linja. Për këtë arsye, varet nga mënyra se si i qasesh. Për shembull, ne i qasemi faktit se shkencërisht nuk ka gen përgjegjës që është përgjegjës për këtë prirje, për shembull, le të themi. Dikush tjetër thotë jo, mund të jetë që mund ta ketë qysh nga lindja etj. E rëndësishme është askush nuk mund ta mbylli derën e Zotit, askush nuk mund ta mbylli derën e Zotit. Unë kam, domethënë, duke qenë se jam hoxh dhe imam, kam pas edhe pyetje nga njerëz të tillë, edhe nuk është se e kam refuzuar apo i kam bërë, absolutisht jam përgjigjur, kam dhënë përgjigje, edhe i kam drejtuar tek falja e namazit, tek agjërimi, absolutisht. Pse jo?
i pamoralshëm. Ky është në fakt edhe kjo është debat I pamoralshëm është gjë dhe i pa edukat është gjë tjetër. Po pra po se kush quhet Se fjala Jo, për këtë fjalë edhe këtu ka një debat se çfarë quhet i pamoralshëm për një vend, nuk quhet për një vend tjetër. Ose për një kohë, nëse dikush le ta themi i pamoralshëm ose e pamoralshëm vjen në xhami, pranohet? Ose më saktë çfarë do bëni? Pse mos di më vëlla? Pse mos di? Xhamia për çfarë është? Xhamia nuk është ngritur për engjëjt. Engjëjt s'kan pse të vinë në xhami. Xhamia është ngritur pikërisht për këtë kategori njerëzish, për ata që janë të pastër dhe për ata që janë pa pastër, për ata që janë le të themi me probleme, për ata që janë pa probleme. Për këtë arsye gjen njerëz domethënë ose imam xhamia për 20 vitesh afërsisht, domethënë aty kush nuk ka ardhur domethënë lloj kategorie dhe shoqëria e Zotit janë përmirësuar, janë bërë shumë më të mirë nga çka kanë qenë më përpara. Pra dera e Zotit është e hapur për të gjithë. Mjafton që njeriu të pendohet mes tij dhe Zotit, s'ka nevojë as shkoj ke hoxha, as tek imami, as tek muezini, as tek muftiu. Mes tij dhe Zotit, kaq që të vazhdon jetën. Në vrullin e imamëve, hoxhallarëve që debërtojnë edhe online, ka pasur edhe shumë debate në fakt, dhe debate televizive për këto, ka pasur të tillë që kanë thënë që femra duhet të rrinë mbyllur në shtëpi, femra nuk duhet pastroj vetullat. Mendoni ju për këtë? Si është puna? Shkëputja, kemi një problematik, ne që shkëputën nga njerë ligjërimet, fjalët, mua nga njerë për shembull mi këpusin gjëra dhe mi nxjerrin krejtësisht nga konteksti i asaj që kam thënë unë. Dhe nga njerë ndodhin këto gjëra, po faktikisht keq interpretohet. Po, faktikisht si mund të themi ne që mos dali femra nga shtëpia, për shembull, ndërkohë që ne themi që Islami obligon kërkimin e diturisë. Po mirë, po më shkoj për shembull që heqin vetullat, lejohet kjo? Shif, këto janë detaje për cilat nuk ja vlen as të diskutohet. Pse? Sepse gjëja kryesore është që njeriu të besojnë Zot. Pra ne jetojmë në një shoqëri që njerëzit janë drejt besimit ose drejt mosbesimit. Të besoj apo mos besoj. Ne tani do të bëjmë muhabetin e takave, muhabetin e vetullave, muhabetin s'ka. Pra për ju nuk kanë vlerë diskutohen. Absolutisht. Si fillim njeriu të besoj Zotin, t'i lutet, t'i falet Zotit, ta gjëroj Ramazanin, me që po vjen Ramazani do është okay. Ka pasur politikan që kjo është zgjedhja juaj do përmendni pra jo që kanë ardhur në xhami? Ka pas politikan pa e bërë kështu publike. Jo, ka pas politikan që vinin në xhami në kohë zgjedhjesh. Seriozisht? Çfarë kërkonin apo luteshin që Jo, nuk thoshin asgjë gjë, po thjesht nganjëherë më shumë shifeshin ata në xhami se sa unë. Unë mungoja, ai ishte aty në rresht parë. Ka pas raste të tilla gjatë historisë. E lutur për vota për shkak. Kurse faktikisht ka prej politikanëve, ose jo politikanëve, atyre që janë le të themi në listë kandidatëve për atyre që falen dhe falin namaz. Ka goxha numër të mirë pozitiv. Ke të gjithë drejtën të më thuash që kjo pyetje ishte jo profesionale dhe ke të gjithë drejtën që mund ta ndalojmë intervistën. Po jo, edhe mund ta bëj edhe mund. Jo, unë dua të flasim edhe për diçka tjetër. Që dua shumë të flasim për këtë realisht, se nuk po na lën as njerëzit që na marrin telefon, le ta lëm këtu. Magji, fjalën magji e dëgjojmë shpesh. Po. Po. Pra, ne dim njerëz që bëjnë magji të paktën kështu thon, pra këndojnë, t'japin gjëra me vete, nuk e di, domethënë ka shumë terma për këtë dhe unë njoh plot miqtë e mi, jo se vetë nuk kam shkuar ndonjëherë. As mos shko. Por ka njerëz që shkojnë, shohin fatin. Ka njerëz që shkojnë thon u luta te ky që të mos bëhen letrat për ku diun për në Amerikë. Mos hapa derë mik. Si quhen ju këto njerëz që përdorin në poste fetare, nuk e di sa mirë u artikulova, ose hiqen si imam dhe në këmbim të lekëve, thash kanë gjithë drejtë mund të ndalojnë bisedën. Okay. Thuhet se i vin njerëzve në ndihmë për t'i hapur fatin. Hap një hoxh realisht të hap fatin me lek? Ja. Mashtrim. Para tash mos hapa derë. Atëherë djo. Magjia normalisht që ekziston. Magjia ekziston. Le ta bëjmë si pyetje për të sqaruar edhe pak publikut, se magjia ekziston. Domethënë sepse e përmendin librat e shenjtë, jo vetëm Kurani, po edhe Bibla, të gjithë librat e shenjtë e përmendin si fakt që ekziston. Dhe ne kemi provuar një jetë edhe gjatë yshtjeve që i kemi bërë njerëzve, pra gjatë seancave të ekzorcizmit, kemi parë që me të vërtetë me leximin e Kuranit njeriu reagon, çlirohet, largohet e keqja, etj. Nuk është momenti këtu tani për të vërtetuar se ekziston magjia apo jo. Ne besojmë se magjia ekziston. Dhe po ashtu ekziston edhe yshtja kundër magjisë. Si më thon, le të themi ajo është një dukuri negative që ka edhe antidotën, që është leximi i Kuranit etj. Ndërkohë që nëse dikush tani merr atë rolin e orakullit që unë t'i zgjidh, unë t'i bëj, unë çel fatin, unë t'hap rrugën për në Angli etj, ky është mashtrues.
Në momentin që vjen dikush dhe hoxha ose imami I këndon Kur'an, edhe kjo është puna që ai duhet bëj. Nuk duhet futet pastaj në detaje që kanë bënë me botën metafizike, sikur ky komunikon me diçka apo flet me diçka. Në momentin që e kalon këtë, le të themi, normalitetin njerëzor të funksionuarit, atëherë këtij duhet I themi stop, është manipulues, mashtrues. Interesante. ja se ruam dhe këtë gjë, se ka shumë ka shumë që ne I dëgjojmë dhe vajzën për dishmëri që kur janë në pikë të hallit të shketa që ndahen nga I dashuri, shkojnë. Mua më kanë ardhur, o hoxh, për shembull jam ndar, dua të më lidhësh. Kam thënë që nuk lidh hoxha dot. Bëj dua Zotin, nëse është e hajrit, Zoti të bashkojë, nëse nuk është e hajrit, më mirë në punë vetët në punë tënde sa të bashkojë hoxha, sepse ai hoxh në thojza që bën këto lloj bashkimesh, faktikisht ai bën bashkëpunim me xhindët. Dhe dëmi që sjell ky lloj bashkimi, nëse do të bëhet jo me dëshirë, jo me vullnet të lirë, është shumë më I madh se sa dëmi, është shumë më I madh se sa dobia e këtij bashkimi. Pra, sado të zgjasë ky bashkim, domethënë ai do të jetë shumë kot. Sepse kjo është çështje ndjeshmërie. Fund fare nuk ndjej më gjë për ty dhe kaq ishte mes nesh. Pse duhet patjetër një forcë jashtë të na bashkojë neve? Gjatë pandemisë ka patur rritje besimtarësh? Tani si frekuencë, jo, sepse si frekuentues, jo, sepse kanë qenë kushtet e tjera. Po, unë besoj që pandemia I shkundi mirë njerëzit. I shkundi mirë njerëzit. Se ishte dhe ajo post tërmeti që sa kaluan dhe tërmetin që... Domethënë njerëzit kuptojnë se çdo gjë mund të jetë menaxhueshme nga njeriu. Ka diçka mbi njeriu. Okej. Do të bëj një pyetje pak kështu si ngacmuese në formatin e ekspulsit dhe në fund dua ta mbyllim me një mesazh të bukur. Thash se çfarë nuk dëgjojmë është mirë të informohemi, kam shumë të rëndësishme këtë ta them se dua të dërgojmë profesionalisht dhe është privilegj për ne që kemi një hoxh të nderuar sot në studio. Marrëdhëniet intime në fe lejohen me mjete mbrojtëse apo është ndaluar? Absolutisht, është e lirë fare situata. Nuk ka ndonjë rregull të se është lënë e lirë. Domethënë absolutisht si të ndjehen ata më mirë. Nuk ka ndonjë rregull që e ndalon apo e përcakton. Mirë. Në fund unë duke turuar, nuk e di se urohet për sipas mënyrës time një muaj sa më të shenjtë të Ramazanit dhe duke falendëruar shumë që ishit sot në Expuls, në shkënaqësia jona. Unë do doja në fakt një mesazh për të gjithë ndjekësit e Expuls dhe Radio Televizionit Ora News tek kamera numër 5. Okej. Atëherë shpresojmë që ky Ramazan të na bëjë më të mirë në raportet tona me krijuesin, në raportet tona me Zotin dhe në raportet tona me njerëzit. Pra, nuk mund të presësh një agjërues të mirë që thotë unë po agjëroj dhe është ndryshe në jetë. Pra, jo agjërueshëm në jetë. Le të jemi inshallah të mirë me njerëzit dhe të jemi të mirë me Zotin dhe lut Zotin që ky Ramazan të jetë I begat për ne të gjithë, na sillë Zotin të mbarësi dhe bekime dhe na e mundsov Zoti që të arrijmë shpërblimin në natës katërit. Shumë faleminderit edhe një herë. Ne shkojmë në reklama dhe rikthehemi shumë shpejt për të ndryshuar komplet atmosferën në Expuls.